Një pjesë e dosjes së bujshme ura është zbardhur, duke hedhur dritë mbi aktivitetin e një grupi kriminal të fuqishëm që operonte në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Operacioni i përbashkët i autoriteteve italiane me prokurorinë e posaçme SPAK çoi në lëshimin e 52 masave të sigurisë, nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 40. Në qendër të kësaj bande qëndron qyteti i Durrësit, ndërsa goditja u bë fal përgjimeve dhe aplikacioneve të enkriptuara Sky ACC dhe dëshmive të penduarve të drejtësisë si Nureddin Dumani. Dumani gjatë dëshmisë së tij parahetuesve italian ka deklaruar se në krye të grupit qëndron Gjevdet Troplini, i ndjekur nga Elvis Doçi dhe një person i njohur si Miri. Sipas tij, grupi kriminal i quajtur Poja ka hyrë fuqishëm në tregtinë e drogës që prej vitit 2010 dhe aktualisht kontrollon tërësisht qytetin e Durrësit. Kam pushtuar Hamburgun, kontrollojnë gjithë tregun e kokainës përmes çmimeve të ulta, është shprehur Dumani, duke shtuar se grupi vepron edhe në Itali, me lidhje të forta në Kalabri dhe rrugë të sigurta trafiku nga Kolumbia. Sipas Dumanit, vetëm për pagat mujore ndaj trupave të sigurisë që mbronin zonën dhe familjet e antarëve, Poja shpenzonte 150.000 euro në muaj. Rroga e një roje varionte nga 500 deri në 1.000 euro, duke siguruar një strukturë me të paktën 150 persona vetëm për sigurinë brenda Durrësit. Dëshmia e Dumanit tregon edhe lidhje të këtij grupi me figura të larta politike. Sipas tij, grupi fuqizua ndjeshëm në kohën kur presidenti i Shqipërisë ishte një person i korruptuar. Në një seri pyetjesh nga hetuesit italian, Dumani e përshkruan Pojën si një ndër grupet më të egra dhe më të organizuara në vend, që vepron me strategji të sofistikuar dhe jo domosdoshmërisht përmes dhunës. Ata nuk kishin nevojë për forcë, fitonin tregun me çmimin e ulët të kokainës, thot ai. Hetimet për dosjen ura pritet të vazhdojnë, ndërsa autoritetet janë në ndjekje të 12 të dyshuarve ende të lirë.